A e dini sa kanë përparu shqiptarët e Shkupit? Në Prapavi është kampusi i Universitetit Nën Tereza, dikur ishte kazermë ushtarake, ndërsa tash ka nisë ndërtimi i kampusit të ri. Eskavatorët kanë fillu punën zyrtare siç ka njoftuar dhe universiteti. Është ndarë buxheti nga qeveria e Maqedonisë. Në kampus do të investohen 40 milion euro. Është një investim gjigant dhe me rëndësi të jashtëzakonshme. Është lajm i mirë për shqiptarët e Shkupit. E para punës, studentët e profesorët do të kenë hapësira tepër moderne, diçka që kanë mungu kaq shumë UNT-s. Në bazë të projektit, kampusi është ndrënë UNT në një qendër të vërtet universitare. Dikur shqiptarët e Maqedonisë kanë ardhur në Prishtinë për studime, ndërsa tash ka gjasa që UNT janë të ardhmen me u bë qendër ku shqiptarët e Kosovës vijnë me studiu. Përveç projekt universitar ekziston edhe një dimension i barazisë dhe emancipimit. Pra UNT-ja barazohet edhe për nga pamja me universitetet e tjera në Maqedoni e rajon. Ky projekt tregon se në vend të kazermave Maqedonia ndërton objekte të arsimit duke treguar një emancipim politik.